Lajmi mirë nga Gjermania, vëllezër e motra, për të gjithë juve që dëshironi të vini dhe të punoni këtu. Pas gjithë këtyre zhurmave të mëdha që Gjermania po pritet t'i kthej, të huaj nga Gjermania t'jau prej shtetrat, vjen sot në orët e hershme të mëngjesit një lajm bomb nga shteti gjerman, ku vinë me kërkesë për 600.000 punëtor të kualifikuar, që do të thotë aktualisht, pa i përfshi punëtor pa kualifikim, vetëm fachkrefte që i quajnë këtu në Gjermani punëtor të kualifikuar janë aktualisht 600.000 mungesë. Prandaj, të gjithë ju që keni shpreh dëshirë apo vullnet të vini këtu, por siç e dini, për të ardhur si punëtor i kualifikuar, duhet ta keni më së pari njohjen e diplomës suaj, pavarësisht a ki shkollim të mesëm apo universitar, që të ju jepet mundësia të aplikoni për një vizë të vini si punëtor i kualifikuar apo edhe blue card që quhet. Prandaj vëllezër e motra, këtu më shumë kanë qenë fjalë gjatë kohës së zgjedhjeve që të krijojnë panik në njerëz, se peshini që Gjermania ka interesat e veta dhe as që bëhet fjalë t'i kthej punëtor, njerëz që po vinë të punojnë. Bëhet fjalë për ata që vinë azil, që bojnë probleme e kështu me radhë. Por ju të cilët keni vendosur të vini të punoni, është lajm i mirë për juve. Unë ju përshëndes të gjithë, ju dëshiroj gjithë atë mirat, me respekt. Muhamet Bajrameti, kaloni sa më mirë.